nuk është e lehtë t'jesh kaq gjatë afër ekraneve. Edhe si balancon mes jetës tone private dhe asaj publike. Tashmë po më bën nga 2001 jam në televizion 24 vite. Në shtator më bën 24 vite. Do të Shumë thotë gjatë. po. Në vitin 2001 isha në televizion kur filluan, edhe nuk e harroj kur, edhe shumë shpesh e përmendi kur ndodhen sulmet me 11 shtator në Amerikë. Ishte të mërshme dhe jam kthy, kam thonë vetë që po lypi unë në televizion, o zot, a përdi çfarë ngjarje, sa po dolëm prej luftës, ishte një luftë pas luftës, ishin ndodhi, nuk e di. Ishte shumë, unë isha në fakultet të arteve, mirresha me të bukurën, edhe ne në televizion kishim lajme jo të mira. Po që dita ditës, ti fillon e mësosh, fillon dhe ambientosh, fillon edhe Bëhet pjesë e rutinës tane. patjetër që bëhet pjesë e rutinës tonë, patjetër që ti duhesh të me informim të vazhdueshëm, të përditësuar. Atëherë ti fillon edhe të flen puna jote. Pastaj, në një kohë, nuk mundesh të arrish në sukses, jo vetëm në televizion, po në çdo punë tjetër, nëse ti nuk e dashuron, nuk e adhuron atë profesion, dhe ti nuk e jep maksimumin tënd.